Tung ja gjeta, eksplorues. Le të mësojmë rreth tokës. Planeti ynë është i pabesueshëm, me oqeane gjigande dhe kontinente të mëdha. Kontinentet janë si copa të mëdha toke, si një puzzle gjigant. Janë Shtatë Azia, Afrika, Amerika e Veriut, Amerika e Jugut, Antarktida, Evropa dhe Australia. A mund t'i gjeni në një glob? Oqeanet janë trupa të mëdhenj, ujë të kripur. Kemi 5 oqeani pasor, Atlantik, Arktik dhe Jugor. Janë të gjithë të lidhur, si një vaske madhe. Kontinentet dhe oqeanet mund të duken larg, por ato ndërveprojnë gjithmonë. Oqeanet përqafin kontinentet dhe lumente nga toka derdhen në det. Imagjinoni të gjithë kontinentet të bashkuar si pjesë të një puzzle-i. Kështu dukej toka miliona vjet më parë. Ky superkontinent Kohangea. Por a e dini çfarë? Sipërfaqja e tokës është bërë nga pllaka gjigande të quajtura pllaka tektonike. Dhe këto pllaka lëvizin gjithmonë, shumë ngadalë. Gjatë miliona viteve, pllakat lëvizën dhe u zvendosen, duke e copëtuar Pangean. Çopat u larguan, duke formuar kontinentet që njohim sot. Sa bukur apo jo? Edhe tani, kontinentet vazhdojnë të lëvizin, por mos u shqetësoni, është shumë ngadalë. I mbani me në të pllakat tektonike? Ato nuk lëvizin vetëm, përplasen me njëra tjetrën. Dhe kur ndodh kjo, gjërat bëhen interesante. Ndonjëherë pllakat përplasen dhe skajet e tyre rrudhen duke formuar male. Kështu formuan Himalajet e fuqishme. Herë të tjera pllakat rrëshqasin në njëra tjetrën duke krijuar nxehtësi dhe presion. Kjo mund të shkaktojë që magma të ngrihet nga thellësia e tokës duke formuar vulkane. Tërmetet gjithashtu ndodhin për shkak të këtyre pllakave lëvizëse. Është sikur toka po jep dorën për paksa fort. Oqeanet nuk janë vetëm vaska të mëdha, të palevishme. Uji lëviz gjithmonë në rryma, vale dhe batiqa. Rrymat oqeanike janë si lumenj gjigant që rrjedhin në oqean. Ato lëvizin ujin e ngrohtë nga ekuatori në pole dhe ujin e ftohtë nga polet në ekuator. Valet krijohen nga era që fryn mbi sipërfaqen e ujit. Ato përplasen në breg, duke formuar brigjet dhe duke krijuar plase të bukura. Dhe pasta janë batiqat, ngritja dhe ulja e përditshme e ujit të oqeanit. Graviteti i hënës tërheq tokën, duke bërë që uji të fryhet në anën më të afërt me hënën dhe anën më të largët nga hëna, duke krijuar batiqa të larta. Këto lëvizje në oqean janë të rëndësishme për jetën detare dhe ndihmojnë në shpërndarjen e nxehtësisë rreth planetit. Dhe sigurisht, njerëzve si ju dhe unë, ato janë shtëpia e kafshëve dhe bimëve të pabesueshme, kontinentet dhe oqeanet janë të mrekullueshme apo jo? Dhe të mbajmë plazhet tona të pastra, të kursejmë ujin, ne mund të zvogëlojmë ndoqjen, është detyra jonë të mbrojmë planetin ton blu. Mos harroni, çdo gjë e vogël ndihmon. Duke u kujdesur për tokën, ne po ndihmojmë në mbajtjen e kontinenteve dhe oqeaneve të shëndetshme për brezat e ardhshëm. Le të bëjmë të gjithë pjesën tonë për të mbrojtur këtë planet të mrekullueshëm që e quajmë shtëpi.